Vërshimet e shkaktuara nga reshjet e dendura të shiut kanë përfshirë disa komuna të Kosovës, duke shkaktuar dëme materiale, ndërprerje të energjisë elektrike dhe evakuim të banorëve në zonat më të rrezikuara. Ushtruesi detyrës së ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishi gjatë vizitës në komunën e Drenasit, një nga më të prekurat nga vërshimet, tha se janë angazhuar të gjitha ekipet dhe operatorët ekonomik për të intervenuar kudo që është e nevojshme. Po bëjmë gjithçka që është e mundur në mënyrë që të mos ketë pasoja të mëdha këto vërshime që po ndodhin në disa komuna, si këtu në Drenas me Malishev, në Rahovec e edhe në disa komuna tjera. Pra jemi në teren, të gjithë operatorët ekonomik të angazhuar nga ministria jonë janë në teren vazhdimisht 24 orë për të ndihmuar në çfarëdo situate që është e nevojshme. Edhe ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Sveçla, ka bërë të ditur se situata në Malishev aktualisht është nën kontroll, ndërsa banorët nga zonat me rrezik janë evakuar. Përkundër vështirësive, ekipet e ngarkuara po ja dalin me sukses për të ballafaquar me këtë dukuri. Një pjesë e banorëve janë evakuar, nuk ka dëme në njerëz, jemi duke vëzhguar situatën. Për shkak të depërtimit të ujit në nën stacionet elektrike, Ketsi ka njoftuar për ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në Drenas, Malishev dhe Rahovec, duke theksuar se masa është marrë për arsye sigurie. KEDS njofton se gjendja është jo stabile edhe në komunat e Malishevës dhe Rahovecit për shkak të vërshimeve, ku për arsye sigurie është bërë ndalja e furnizimit me energji elektrike deri në stabilizimin e situatës. Reagime ka pasur edhe nga opozita. PDK-ja ju ka bërë thirrje institucioneve qendrore që të marrin përgjegjësinë e plotë që u takon, duke aktivizuar të gjithë mekanizmat shtetëror për menaxhimin e situatës emergjente. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e ka cilësuar situatën si urgjencë kombëtare dhe ka kërkuar nga institucionet qendrore dhe lokale të shumëfishojnë përpjekjet për përballimin e gjendjes. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve të reagojnë me kujdes për shëndetin, veçanërisht ata që furnizohen me ujë nga bunare të pambrojtura, duke rekomanduar zierjen e ujit para përdorimit. Aktualisht nuk ka të dhëna për ndotje të ujit, megjithatë qytetarët që furnizohen me ujë nga bunar të pambrojtur për arsye sigurie nga aspekti bakteriologjik, rekomandohet që uji të vlohet para përdorimit ose të shfrytëzohen burime alternative për furnizim me ujë të sigurt. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se nga data 3 deri në 5 janar, në pjesën perëndimore të Kosovës janë regjistruar reshje të konsiderueshme të shiut, të cilat kanë ndikuar dukshëm në rritjen e niveleve dhe prurjeve të ujit. Sipas tij bëhet fjalë për lumenj që rrjedhin nga Alpet shqiptare dhe si pasojë mund të kenë dalë nga shtretërit e tyre.